I ftuar i radhës është Bimdi. Ai është një DJ dhe jam shumë e lumtur që sot në studio kam një DJ sepse kemi patur vetëm këngëtar por kur një DJ. Bimdi ti je DJ i parë që je i ftuar në emisionin Vibe dhe falenderoj që erdhe, falenderoj që pranove ftesën dhe ndjehu si në shtëpinë tënde. Faleminderit juve. Si është ky sezon veror? Ky sezon është shumë mirë. Sot sot isha pushim, me thënë drejtën. Edhe gjeta kohën që të vija këtu ke ju. Normal që do vija këtu? Po normal edhe. Ma bësh ftesën ti mos vija. Si lindi dëshira jote dhe jo dëshira, por që DJ-n ta kthesh në profesion në të ardhura? Po, në mosh 16-17 vjeç aktivizoheshem me animatorë në për festa. Avash me to, fillova, doja të kaloja pastaj nga aty doja të kaloja një shkallë tjetër më lart. Do të thënë po m'pëlqeshin që të merresha me të rritur. Fillimet e mia që më kujtohen tani, kushëriri që është bënin në përshpia në të vallesh. Edhe rria, domethënë vendose muzikë për familjarët e mi që të kërsenin. Edhe ndërkohë vjen DJ i dasmës që kishte kushëriri. Dhe më shef që kisha dëshirë, edhe më thotë që a do të vish mbas meje që të mësosh me pak fjalë. Po i thash me shumë kënaqësi, 16-17 vjeç, i vogël që isha, kisha qef. Shkova me të, edhe në fillim normalisht e ndihmoja për të montuar boxet vegla. Aty nisi gjithçka. Dëshira, pasioni. Po, ajo ishte si piknisje. Edhe pastaj vit pas viti, domethënë filloi të kisha një grind që doja të hyja vetë, domethënë duke parë atë në çdo sezon që i kishte, doja të filloja vetë që edhe unë të futesha. Edhe ja arrita. Tani themi që e kam arrit. Më bën rreth 10 vjet experience. Po ja ke arrit 10 vite experience, nuk janë pak. Tani unë dua të di se ky emri Bimdi është emri jot artistik? Po, ky është emri im artistik. Pse pikërisht ky emër? Por kur e kam vendosur, doja të gjeja një emër sa më të thjesht, edhe njerëzit ta mbanin mend sa më shpejt. Edhe prandaj ishte kjo. Çfarë lloje vendesh mbulon më shpesh? Mbulojmë çdo lloj eventi, ditëlindjet, dasmat, në për klabe normalisht, të gjitha llojet e vendeve. Kush janë të preferuarat e tua? Të preferuarat e mia janë ditëlindjet e vogla, sepse njerëzit nuk janë në stres, le të themi, nuk vinë sa më thjesht, edhe shkojnë shumë mirë, domethënë janë shumë më pak lodhshme për ne. Po ato që të stresojnë më shumë. Ato që stresojnë më shumë janë ato që mbarojnë në orën 5 ose 6 të mëngjesit. Edhe që lodhja është në maksimum. Cili është momenti jot i preferuar? Momenti im i preferuar kur krijojnë atmosferë dasmorët apo kur atmosfera arrin limitin më të lartë të saj edhe njerëzit kanë ardhur në qef me pak fjalë. Se në fillim është ai stresi i momentit, apo si do futemi, apo si do nisë, si do shkojë, edhe njerëzit akoma nuk janë ambientuar me ambientin, me sallën. Me sallën me gjithë gjërat e tjera. Çfarë duhet të ketë një DJ i mirë që në dasëm, ditëlindje apo fest të mbahet mend? Një DJ i mirë duhet të ketë profesionalizmin, të njohë shumë mirë zonat nga janë krahinat e dasmorëve që ka përpall. Kjo është dhe të gjej pikën e dobët, mendoj, se çfarë pëlqejnë ato më shumë. Të gjej, domethënë, janë të ndara Shqipëria mesme, jugu dhe veriu. Por duke qenë se mund të kemi në një dasmë mund të kemi nga shumë vende të ndryshme, normalisht DJ duhet të bëjë atë miksimin e vet që Okej, ti thej që një DJ duhet të gjej krahinat e dasmorëve, apo personave ditëlindjeve, apo eventeve të ndryshme. Por cilat janë ato krahina që e djegin më shumë atmosferën? Shqipëria mesme është shumë lart. Po kemi edhe nga, domethënë, të gjithë krahinat janë fare nga dasmorët. Nëse dasmorët janë energjik, atëherë shumë mirë do shkoj, si t'je nga jugu, si t'je nga veriu, si t'je edhe nga Shqipëria mesme. Ti kë preferon më shumë? Shqipërinë e mesme. Shqipërinë e mesme. Duke qenë se jam edhe vetë nga Shqipëria e mesme.
Okej, ti the që të pëlqen më shumë Shqipëria mesme, shpresoj që Verior dhe Jugort mos të vënë kryqin. Jo, nuk ka pse të bëjmë kryqin. Por Shqipëria mesme pëlqen më shumë. Edhe ato shumë të mirë janë, por njerëzit e bëjnë atmosferën, kështu që nuk ka të bëj fare. Verior, Jugor apo Shqipëria mesme. Okej, cili ka qenë momenti më emocionues si një eventi që ke kryer? Folëm për eventet, për dasmat, për të gjithë këto që ti ke bërë. Po ti më the që shkoni dhe në për lounge me muzikë? Jeta e natës si është? Çfarë të pëlqen ty jeta e natës të luash në një lounge me muzikë apo në klub? Aktualisht në për klube Afro House është futur shumë si trend, edhe po pëlqejet shumë nga njerëzit. Dhe më shumë këto po luan në për lounge edhe në për festa. Cili ka qenë sfida më e madhe? E jotja? Sfida më e madhe ka qenë t'jem këtu ku jam, domethënë në nivelin e në këtë nivel që unë jam të bësh 10 vite eksperiencë, por besoj edhe gjumi është pak problem. Gjumi është një sfidë në vetë. Sfidë kryesore për. Po mirë, unë kam një pyetje për ty. Tani folëm për profesionin, po unë dua të di për jetën tënde personale. Pak si është zemra jote tani dhe a të krahasisur ndonjëherë të njohësh një vajzë gjatë orarit të punës, në ditëlindje, në dasëm apo në evente të ndryshme? Po, aktualisht vajzën që kam njohur, kam 6 muaj me të, e kam njohur në një event. Edhe nuk e prisja domethënë që të njeh një vajzë në punë, nuk kam qenë si DJ, por kam qenë me një nga shërbimet që unë ofroj, edhe unë njoha me të. Të qesh kanë syt, domethënë ti je i dashuruar. Po jo, aktualisht jam i dashuruar. Aktualisht? Po. Po pse thua aktualisht? Nuk e mendon që kjo dashuria do të zgjas? Apo nuk keni plane për afat gjatë, ecni si ta ke shkruajt Zoti? Për afat gjatë, sepse për këtë po nisim. Sa mirë, ju uroj shumë fat të dyve. Faleminderit. Po kur të bëni dasmën do të luash vetë DJ? Normalisht një pjesë do futem dhe lutë është e sigurt fare, po. Nuk të rri gjithë dasmën, kështu që. Po edhe mund të rri gjithë dasmën se mos paguaj lekë për marrë gjithë tjetër. Sa i keq. A i ka humbur pak DJ-t fama, jo fama. Jo. Viraliteti. Jo. Duke qenë se të ftuar i dasmorët kërkojnë më shumë muzikë live, orkestër. Dhe është ke live për shembull një që do niset për të bërë dasmën, do mendojnë normalisht edhe buxhetin, sepse për të marrë një muzikë live duhet kushton shumë. Edhe ke DJ është një kosto që është më pak, po edhe më shumë varet nga mundësia e klientëve. E kuptoj. Kjo është. Po shikoj që ke tatuazhe. Po. Të gjithë krahun? Janë shkallët e parajsës? Po, shkallët e parajsës, Shënmëria, Jezu Krishti, Plumbi Paqes, edhe kryqi. Janë shumë të bukura. Faleminderit. Sa vajza ke marrë më qaf me atë tatuazh? Po, shumë. Po mos fol se ke të dashur tani. Shpirë sa arrova të përshëndes. A është xheloze e dashura? Kush është më shumë xheloze rreth ty? Është ajo më shumë xheloze, duke qenë se puni që unë kam normalisht. Si e qetëson ti të dashurën? Duke dhënë besimin tim. Të ngacmojnë femrat? Po, normale, kanë në punën tonë, dihet që ka shumë flirte, por mundohemi që ti flirton ti? Flirte nga ana tyre, jo unë. Po nga ana jote? Nga ana ime, ja, mundohemi që të devijojmë me lezet. Apo mbas syze ti? Që të flirtosh pa. Kapele kam bajt, kështu që mos shohim. Pa kam heq. Je profesionist në punë, domethënë. Po. Nuk shkon për të hapur syt. Jo, normalisht. Po ndonjëra besoj ka tërheq vëmendje që e ke parë. Jo. Kuptoj. Tani do dalim tek pyetjet e shpejta që do përgjigjesh për 3 sekonda. Okej. Kënga që nuk mungon në festa. Hajde luj qyqek. Të. Dasëm apo ditëlindja? Ditëlindja. Muzikë shqiptare apo e huaj? Shqiptare. Bjonda apo brune? Kuqelash. Kokuqa. Kokuqa apo kokkarrot? Brune. Kënga që të ngre humorin?
Mbushe Flori. Mbushe. Një fjalë për muzikën? Muzika është jetë. Një fjalë për publikun? Publiku është atmosferë. Veriore apo jugore? Veriore. Klas apo sport? Sport. Ditë apo natë? Natë. Det apo mal? Det. Mëngjes apo dark? Dark. Kafe apo çaj? Kafe. Bravo molla apo bravo pjeshka? Bravo molla. Pjeshka apo dardh? Dardh. Bimdi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe dhe çfarë vibe-i të dha emisioni Vibe? Ja kalova shumë mirë, faleminderit shumë për ftesën. Edhe sa më shumë sukses. Ja pra kështu i erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.